Kreu i kontrollit të lartë të shtetit, Arben Shehu, ka ngritur alarmin për gjendjen mjedisore në kryeqytet, duke u ndalur specifikisht te ndotja e liçenit të Tiranës dhe lumit Lana. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, Shehu bëri të ditur se auditimet e kryera nga institucioni që ai drejton kanë evidentuar nivele shqetësuese të ndotjes, duke kërkuar ndërhyrje urgjente. Në lidhje me problematikat cilat janë shumë të rëndësishme, në lidhje me ndotje në liçenin e Tiranës edhe në lumin Lana, ne kemi kryer auditime të cilat janë të definuara me bazën në rekomandime përkatëse për marrjen e masave, janë trajtime të cilat janë pasqyruar me hollësi në raportet tona, të cilat përgatitjen edhe paraqiten pranë jush në kohë të shpejtë, menjëherë mbasi ne i përfundojmë, dhe kemi kërkuar zbatimin e këtyre rekomandimeve të menjëhershme, pasi jo në pak raste kemi të bëjmë me ndotje të një niveli jo të ulët, mund të them. Në të njëjtën seancë, kreu i KLSH-s denoncoi edhe një ngërç institucional, i cili po pengon auditimin e zonave të mbrojtura në vend. Shehu u shpreh se institucioni që drejton nuk ka asnjë mundësi bashkëpunimi me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, çka krijon rrezik për keqpërdorimin e pronave shtetërore dhe atyre private. Institucioni i kontrollit të lartë të shtetit ju është drejtuar dhe më parë me kërkesa për të na suportuar, për të na mbështetur në këto procese, pra në proceset audituese në ASHK, pasi deri në këtë moment ne nuk kemi mundur që të marrim akses qoftë minimal në të dhëna të këtij institucioni me themi arsye të cilat nuk janë të pranueshme. Pra, kemi parasysh që problematika e pronës në Shqipëri ka një rëndësi thelbësore, është e lidhur ngushësisht me jetën e gjithë secilit, me jetën e institucioneve, dhe institucioni i kontrollit të lartë të shtetit e ka trajtuar në këtë logjik dhe ka kryer të gjitha veprimet deri në këtë moment që të kryej procese audituese të plota, por është hasur në këtë lloj pengese për një kohë të gjatë. Në lidhje me komunikimin që kemi me ASHK nuk kemi asnjë lloj aksesi, jo më pastaj të diskutojmë për marrëdhënie ndërinstitucionale, pavarësisht se më lejoni të theksoj edhe një herë rëndësinë thelbësore që ka emergjente, që ka monitorimi i punës në drejtimin e regjistrimeve, duke filluar nga prona shtetërore, e cila nëse ngelet e paregjistruar është në një nivel risku shumë të lartë, por dhe pronat private të secilit nga qytetarët e Republikës së Shqipërisë që konform detyrimeve dhe garancive ligjore duhet kenë. Shehu theksoi se KLSH-ja ka kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe teknike për të kryer kontrolle të imtësishme në këto zona, por mungesa e informacionit dhe aksesit në kadastër po e bën të pamundur ushtrimin e detyrës ligjore. Regjistrimi i pronave, sipas tij, mbetet një emergjencë kombëtare për të shmangur abuzimet me tokat shtetërore dhe për të garantuar pronën e qytetarëve.